Keni tension të lartë. Këto nëntushime ulin tensionin në kohë rekord, si ti konsumoni. Sipas udhëzimeve të përbashkëta të Shoqatës Amerikane të Zemrës dhe Kolegjit Amerikan të Kardiologjisë për presionin e lartë të gjakut, hipertensioni fazës 1 përkufizohet si presioni me një vlerë sistolike midis 13 dhe 13.9 dhe një vlerë diastolike midis 8 dhe 8.9. Kur vlerat i kalojnë respektivisht 18 dhe 12, atëherë situata është urgjente dhe është e nevojshme vizita tek mjeku. Por, pavarësisht problemeve, ka mënyra natyrale për të menaxhuar presionin e lartë të gjakut dhe për të shmangur nivelet e rrezikshme të kësaj sëmundje. Si fillim, kufizoni kripën në dietën tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Në vitin 2021, Organizata Botërore e Shëndetësisë lëshoi udhëzime të përditësuara për kufizimin e natriumit në ushqim. Natriumi së bashku me magnezin dhe kaliumin veprojnë si elektrolite në ndihmë të rregullimit të presionit të gjakut. Megjithatë, edhe për një fajtor kryesor të rritjes së presionit të gjakut dhe riskun kardiovaskular, kur konsumohen me tepritës, duke shkaktuar një çrregullim të ekuilibrit, prandaj kripa ka nevojë për moderim dhe vëmendje të veçantë në rast kur e teproni pa e kuptuar. Rritja e kaliumit. Ndryshe nga kripa, marrja e ulët e kaliumit funksionon negativisht për ruajtjen e presionit të gjakut, pasi është i përfshirë edhe në rregullimin e presionit të gjakut. Hani banane, patate, spinaq, thjerza, fasole, avokado, shalqi dhe ushqime të tjera të pasura me kalium dhe kështu vendosni një frenim për efektin rëndues të natriumit. Në fakt, ju mund të gjeni sasi të mëdha të kaliumit në zhvendësuesit e kripës, konsumi të cilës është i lidhur me një shans 14% më të ulët për goditje në tru dhe përfitime të tjera të rëndësishme. Rrisni përdorimin e magneziumit në dietën tuaj. Magnezi vepron si rregulator i materialeve të mësipërme dhe sipas studimeve vepron në mënyrë efektive kundër hipertensionit duke rritur vazodilatimin. Ushqimet e pasur me magnez përfshirë perimet dhe gjethet e errta, avokado dhe çokolladat e zeza janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Gjithashtu, perimet me gjethe me ngjyrë të errët dhe me bollok magnezi nuk kanë nevojë për egzagerim negativ, pasi teprimi në temperatura të larta shkatron klorofilin e tyre përbërësi kryesor i të cilës është edhe magnezi. Mundohuni të ulni stresin në përditshmëri. Jeta e përditshme është plot me ngjarje stresuese dhe këto rritje të vogla të stresit mund të ndikojnë negativisht në presionin e gjakut. Zakonisht me largimin e stresit të përkohshëm, rrahjet e zemrës dhe presioni i gjakut kthehen në normale. E njëjta gjë nuk ndodh me stresin kronik i cili mund të çojë në probleme të mëdha shëndetësore si hipertension, sëmundje të zemrës, goditje në tru, ndërsa zakone të tilla si dieta e dobët, pirja e duhanit dhe konsumi i alkoolit veprojnë si faktorë rëndues në shëndetin tuaj dhe përkeqësojnë gjithashtu edhe problemet e hipertensionit. Presioni i lartë i gjakut është një problem i cili nuk duhet të neglizhohet. Duhet të trajtohet me kujdes nga specialisti dhe të ndërmerrni hapat e duhura për ta menaxhuar atë si duhet. Në mbikëqyrjen e një eksperti mund të bëni përzgjedhjen më të mirë të shëndetshëm të ushqimeve, të cilat do ju ndihmojnë në menaxhimin e këtij komplikacione. Një ndër kërcënimet më serioze të shëndetit është padyshim presioni i lartë i gjakut. Kjo gjendje mund t'ju sjellë trupit tuaj një sër sëmundjesh dhe efekte anësore shumë shqetësuese. Zhvillohet kur muret e arterieve të mëdha humbasin elasticitetin e tyre dhe ngurtësohen dhe kur enët e gjakut ngushtohen. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, niveli i humbjes së jetës në vend nga sëmundjet të cilat shkaktohen prej hipertensionit është rritur ndjeshëm në vendin tonë gjatë viteve të fundit. Kjo përkthehet në rreth 36% të grup moshave nga mosha 25 vjeç e sipër, kur burrat janë më të prekurit. Ndër shkaktarët kryesorë është gjithashtu edhe renditet stili i jetesës, kryesisht ngrënia jo e shëndetshme. Në këtë video, sipas Healthline, do të shpjegojmë disa këshilla më të mira për ta mbajtur atë nën kontroll, pa qenë në nevojë të teprojmë me medikamentet, por si të ulim presionin e lartë të gjakut. Duke qenë se ky problem shfaqet veçanërisht nga stili i jetesës, ndryshimet e para sigurisht që do të fillojnë nga aty. Sipas këshillave të ISHP, vetëm 6 hapa të thjeshtë mund të arrini të shmangni dhe të përmirësoni këtë problem,
por nëse merrni medikamente, mos hiqni dorë prej tyre pa u konsultuar më parë me mjekun tuaj. Për të mbajtur nën kontroll problemet e hipertensionit, duhet të rregulloni peshën tuaj trupore. Mbajtja e peshës së duhur është gjithashtu thelbësore në parandalimin e hipertensionit. Ekspertët thonë se 50 deri në 90% e presionit të lartë të gjakut mund të evitohet me stilin e shëndetshëm të jetesës. Mbi pesha arrit të ndjeshëm presionin e lartë të gjakut, ndaj nëse jeni obez, duhet të dobësoheni me të paktën 10% të masës tuaj trupore. Sa më shumë të dobësoheni, aq më shumë do të bjerë presioni i lartë i gjakut dhe do të evitoni një sër problemesh të tjera. Konsumoni më pak krip në dietën tuaj. Reduktimi i sasive të kripës të konsumuara çdo ditë është një ndër elementët kyç në trajtimin e komplikacioneve. Kjo pasi konsumi i tepërt i kripës rrit presionin e gjakut. Ekspertët rekomandojnë produkte që kanë më pak se 0,25 gram krip për 100 gram. Evitoni nga dita juaj konsumin e alkoolit. Përveç se dëmton mëlçinë dhe zemrën, konsumi i sasive të mëdha të alkoolit mund të çojë edhe në shfaqje të hipertensionit. Sipas ekspertëve, personat që konsumojnë një gotë alkool në ditë kanë 53% më shumë mundësi të preken nga hipertensioni. Mundohuni ta evitoni sa më shumë që të jetë e mundur, pasi është një rrezik i plot për shëndetin e të gjithë organizmit. Konsumoni më shumë fruta dhe perime në dietën tuaj të rregullt. Nëse konsumoni 5 ose më shumë fruta dhe perime në ditë, do të jeni larg zonës së rrezikut. Fruta dhe perimet janë ndër ndihmat më të mira që mund t'i bëni organizmit tuaj në uljen e presionit të lartë të gjakut. Gjithmonë keni kujdes që t'i zgjidhni ato të freskëta dhe gjithmonë të stinës. Merruni me aktivitete fizike dhe qëndroni gjithmonë aktiv. Aktiviteti fizik është zgjedhja për shumë komplikacione. Kështu për presionin e lartë të gjakut, mjekët rekomandojnë kryerjen e aktivitetit fizik çdo ditë, të paktën 30 minuta ose 5 herë në javë. Kjo mënyrë do të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut në trup dhe gjithashtu do të ulë edhe peshën e tepërt. Gjithmonë konsultohuni me mjekun tuaj. Kontrollet periodike të mjeku janë thelbësore për të përballur me çdo komplikacion. Nëse merrni ilaçe ose kura të forta kundër hipertensionit, mos i ndërprisni ato asnjëherë pa këshillën e një specialisti. Ndiqni 5 hapat e mësipër në mënyrë që të reduktoni në mënyrë graduale presionin e gjakut dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet që mund t'i ndodhin shëndetit tuaj. Problemet e hipertensionit mund t'ju kushtojnë shumë shtrenjtë jetën tuaj të përditshme, prandaj duhet të tregojeni të vëmendshëm me atë që bëni dhe si e menaxhoni, kështu do ju ndihmojnë edhe disa pije të thjeshta të cilat mund t'i shtoni në dietën tuaj. Çaji i hibiskus është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese që mund t'japë rezultate fantastike në dobi të shëndetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të hipertensionit. I njohur për bollëkun e tij antioksidues si antocianin dhe flavonoid, çaji i hibiskus përgatitet nga petalet e thata të lules së hibiskusit. Këto antioksidant kanë aftësinë të zgjerojnë enët e gjakut dhe të ulin presionin e gjakut. Një rishikim i vitit 2015 i disa studimeve ka treguar se pirja e çajit të hibiskus mund të ulë ndjeshëm presionin e gjakut për sa i përket vlerave sistolike ashtu edhe diastolike. Në ndihmë gjithashtu mund të vijë edhe lëngu i panxharit. Ulëntimi nga Fondacioni Britanik i Zemrës, BHF, në Universitetin Queen Mary të Londrës në vitin 2015 sugjeron se pirja e një filxhani rreth 250 ml lëng panxhari çdo ditë mund të zvogëlojë presionin e gjakut të individët me hipertension. Disa studime madje sugjerojnë se konsumi 2 gota me lëng panxhari në ditë mund të ofrojë në përfitime shtesë. Dietologu Koman Malik shpjegon: lëngu i panxharit është i pasur me oksid nitrik, një përbërës i njohur për zgjerimin e enëve të gjakut dhe uljen e niveleve të presionit të gjakut. Përfshirja e lëngut të panxharit në dietën tuaj mund të jetë aq e thjeshtë sa përzgjerja e panxharit të freskët me ujë ose fruta dhe perime të tjera për të krijuar një pije hidratuese dhe për të pasur lëndët e duhura ushqyese. Nëse vuani nga hipertensioni, përzgjidhni produkte të duhura ushqyese për të menaxhuar më mirë komplikacionet e shëndetit tuaj. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Informacionet në këtë video qëllimin kryesor kanë informimin. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj t'i bënit like.
dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu. Mos harroni ta shpërndani më shumë këtë video në mënyrë që të njohin të gjithë personat edhe rëndësinë e ushqyerjes kundër problemeve të tilla.